Çfarë është ankthi dhe ajo që ju duhet të dini për të? Për të gjithë ata që e kanë përjetuar apo përjetojnë anktin, e din fare mirë që ankthi është një emocion i cili është shumë i vështirë të përshkruhet vetëm me një fjalë të vetme. Të gjithë ata që kanë përjetuar e din fare mirë se si përjetohet ai në forma të tmeshme, pa këndshme, pa qarta, e cila shoqërohet gjithmonë me një mendim. Diçka e keqe do t'i ndodh. Por ajo që lind ankthin, a e dini se çfarë është? Janë vetëm mendimet dhe dialogët tuaj të brendshëm që zhvillohen në mendje kur ju jeni në një stres. Megjithatë, duhet të qetësoni dhe duhet të dini që ankthi jo gjithmonë është i keq, por ajo që duhet të dini dhe të bëni dallimin mes ankthit real dhe atit neurotik. Kush është ankthi real? Është ai i cili vjen natyrshëm dhe racional me përvojën e dhimbjes me realitetin, pra me atë që ju keni përballë. Pra, ju ndjeni ankth në një situatë të caktuar e cila po ndodh vërtet. Dhe ankthi neurotik është ai që pritet të ndodh, pasoja se diçka e keqe do të ndodh. Të gjithë përjetojmë ankth her pas here në këtë jetë. E rëndësishme është të shihet se sa përputet ai me realitetin. Nëse ju ndjeni ankth dhe rrini të ekspozuar ndaj stresorëve, mund ta bëni anktin një tipar të vazhdueshëm tuaj, dhe ju do të filloni të reagoni me ankth edhe në situata që nuk është për të reaguar ashtu. Pra, tregoni tepër kujdes dhe vigjilencë, sepse ankthi mund të përjetohet edhe në forma shumë herë më të çeta.